Ju përshëndes të gjithëve, javë të mbar, mirë se erdhët në Reze Dielli. Kemi filluar një muaj të ri, një javë të re, kështu që uroj të jetë sa më e mbar për të gjithë ju, për të gjithë ata që janë në kreshme dhe në agjerim që vazhdojnë këto ditë. Muaj mars në fakt është një muaj i çuditshëm, ka ato luhatjet e ditëve edhe të klimës, edhe të temperaturave, nga ditët me diell në ditë të vrenjtura, ndonjë ditë me shi e me radhë. Por do të mundohemi që t'ja u bëjmë më të thjeshtë përmes programit tonë, duke qëndruar e duke na ndjekur e duke trajtuar tematika. Kemi ditën e verës përpara, kemi ditët 7-8 marsin, kështu që do të mundohemi të përcjellim histori, tradita, histori frymëzuese e me radhë. Po të ndalemi fillimisht tek dita e sotme. Kemi rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Do të trajtojmë një tematikë që në fakt e kemi sjellë edhe herë të tjera, por do të veçojmë mënyrën se si përgatitet vaji i farave të kungullit dhe për çfarë shërben, që tek balanca hormonale, problematika dhe gjendje të tjera shëndetësore, përdorimi i farave, vajit, si duhet të përdoret dozat e caktuara dhe në cilat gjendje shëndetësore na ndihmon. Kështu që na ndiqni, do të kemi mundësi edhe të komunikojmë me ju edhe në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti edhe në rubrikën tonë të gatimit, me të cilën do ta nisim tani me njëherë pas siglës. Ja të kemi në guzhinë me mëngjesi, për anvisat që janë stacionuar tani përpara ekranit tonë, për të gatuar me ne dhe për ta nisur javën së bashku. Do të tregojmë fillimisht recetën, me gjithë këto pregaçët edhe përparëset e tua. Si e kalove fundjavën, si e nis javën? Po shë? Se kam të më të mirë e mundshme. E nisëm, e përfundojnë më të mirë e mundshme dhe sërisht, kur fleti me të njëjtin mendim dhe të nesër me mëngjes është me të njëjtin mendim, se s'ka gjatë gjumit ty të ndryshoj mendimin, nuk ka shans. Ashtu jam edhe unë. Në më të mirën e mundshme e mbaroj dhe me atë filloj, mbase akoma dhe më mirë. Mund të ndryshoj gjatë gjumit, se mund të shkallëzohet ndonjë ëndër dhe të ndryshoj thua. Për shembull, unë di për britsjapin duhet të nisësh javën me të bardhën ose me boqellin. Edhe unë nga inati të dy ngjyrat bashkë. Mirë bërë. Ja, kjo është më të mirën e mundshme. Po, e hëna e do këto ngjyrat e qelta të zbardha, duke qenë se vjen pas fundjavës. Jemi meçi. Kemi, po. Mirë, shpresojmë që edhe ju ta keni nisur me energji ditën e sotme. Do të keni mundësi të na telefononi, do ta kemi numrin që tani deri në fund, numrin e telefonit në ekran për të biseduar me ju, për të na telefonuar, për të ndarë eksperiencë gatimi, në një pyetje rrugës, edhe në një vlerësim për ju, cila recetë ju pëlqen më shumë, edhe pse ju e dini tashmë kanalin tonë në YouTube, ku doja t'i falenderoja publikisht, sepse çdo ditë rritemi dhe më tepër, duke na bërë subscribe, një komunitet që komunikon dhe ndan eksperienca të bukura, jo vetëm të gatimit, por edhe të tematikave të ndryshme. Ti çfarë gatuan si recetë të parë fillimisht për ta nisur kështu pak me role me informacion. Ose me peta, ose me ato petët për pjadina, për tortilla, çfarë të doni ju. Nuk i keni, o njërën o tjetrën, kur tha, njëri tjetër tha me lëkë do ta marrë. Edhe unë, si të dëshironi ju. Kam të dy opsionet të shkruara. Këto petët e pjekura që janë dhe të palosur me kolla. Ja. E bëjmë këtë punë, pra për këtë role. Pra unë i bëj dyshe, ato të pjadinave që janë më të trasha që i keri gati dhe këto gati janë, mos mendoni se si kam marrë të gatshme. Dhe në më të mirën e mundshme pa tjetër që unë të nisë recetën çfarë më duhet, direkt gjalpin. Pa kam vendosur të më tretet pak, dhe me e mira dhe me e dura, që është gabimim që e kam vendosur vajnë pranë gjalp dhe pak vaj, nxehjes, kaq më duhet direkt, e fik këtu. Kam mishin e grirë, kam salcën, speci kuq, kripa, piperi, qepa, speci kuq i ëmbël, që ndryshe quhet paprika, patjetër hudhra, kosi, që është tradi se më duhet në fund fare ajo e dura, me gjatë me duhet ajo spërkatja me specin e kuq, pra të gjitha janë këtu. Asgjë tjetër nuk më duhet, thjesht duart të mia që të bëj një gëzh të domatet. Gatuajnë? Kaq. E grin, pra? Tani, që të jem në më të mirën e mundshme dhe shija tjetë ashtu si dua unë, kam vendosur edhe salcë speci, edhe salcë të kuqe. E lë këtë këtu, kripën.
U bra pak e snafe unë, përderisa i kam shtuar, i kam ja, vendosur që t'jenë të gjitha. domate, kështu që Thelpit e duhet. hudrës. Po le të vendos pak fare, shumë pak. Shumë pak fare. Opja. Jap edhe një... Se qepën e ke këtu të grirë, kështu që nga se... Kjo përzgjedhje ndihmon që edhe të përhapet më mirë, të përhapi më mirë aromën kripën gjithashtu, shije? Opa. Shi çfarë salce këndshme që doli? Dhe filloj me dyshen. Tu. Për t'i mbështjellë, kemi dhe mishin e Pakës grirë, kemi fare. djathin, qepën. Nga shpeta me madhe, e lë. Shumë pak. Kam rritur një telefonuese, ndërkohë që e ndërtojmë recetën, se është dhe momenti i rëndësishëm tani, e mirëpresim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të përshëndesim nga po na telefonon, na thuaj nga je. Nga Tirana. Nga Tirana. Na ke marrë dhe një tjetër, më duket zë i njohur. Nga ja? Na ke telefonuar dhe erë të tjera, apo jo? Po, ku di se kem njesëm zotë. Si e ke nisur ditën? Po, mirë. Ke ngrënë mëngjes? Kam ngrënë. Tregove ti që ke fuqi? Bravo! Më thuaj pak recetat e tua sot, ose recetën tënde të drekës. Qa do gatuar sot për drek? Sot për drek do bëj gjellë. Gjellën e morën vesh për që të bësh. Gjellë me kungulleshka të njëma. Gjithë me kungulleshka? Me kungulleshka. Tjetër qëfar i shtonë përveç kungulleshkave? Pra ta bësh gjellë, jo supë? Shjepe... Qënë të... Kungull! Kungulli është i pari, pra? Po pra, piperi, kripa, erzat. Paltigjana. Okej, pra një gjellë mikse, me perime mikse, tip turlie. Jo vetëm me kungulleshka, po dhe me perime të tjera, e kuptova. Ju bëftë të mirë. Me mish apo pa mish e ke menduar? Me mish. Me mish. Me mish, unë kam i pyetje për juve. Po, e mirë presim pyetjen, po. A besoni në produktet e mishit, për shembull? A besojmë në produktet e mishit? Në varësi të mishit Në që varësi është? të mishit, ku e blejmë? Do të thonë, a besojmë të produktet e përgjithshme? Sigurisht që kemi dhe ne pas siguritë tona, si çdo konsumator në vendin tonë, dhe sikundër edhe përderisa ju pyetët dhe ju jeni të shqetësuar për sigurinë ushqimore të produkteve që konsumojmë. Patjetër që është e drejtë të ngresh këtë shqetësim, por nëse do eksperiencën personale, unë mundohem që mishin që marr për familjen time ta zgjedh në njerëz të besuar, të shkoj vetë në fshat, të pyes dhe ta marr aty. Nuk para besoj kështu në dyqane, sepse se di origjinën dhe ne kemi një problem shumë të madh me gjurmëshmërinë dhe me sigurinë ushqimore, kështu që është çështje individuale. Njësoj si që mund të mendojë dhe Albana për veten e vet, për familjen. Mundohemi që asnjëherë nuk e kemi sigurinë 100%. Të falenderojmë se ka rënë telefonata, zonja që na telefonoi. Ju mirëpresim për të tjera biseda me ju. Për t'i dhënë vëmendje, Po, petës, pra, kam 3 petë, salcën. Kam 3 petë, nëse ju do keni petat e tortijave, janë 2. Ose nëse është e trash fare, 1. Në varësi të petave, pra, shtova tek e para, të parën, bosh, të dytën, salc, dhe tani filloj, me që zonja tha për mishin, pa tjetër që unë e zjedh mishin, sepse di se ku shkoj. Jo, se pyetja ishte me vënd. Po pra, e i beson, pa tjetër. A besoni ju të produktet e mishit? Shishma më ka ndodhur, do të themi diçka që më ka ndodhur, nuk ka një javë, dhe e kam haruar, dhe ishte aq me vënd kjo gjë, kisha marrë disa qofte të gatshme. Ka këto rumbullaket. I vura me oriz. Në momentin që jesh nga tenxherja, qoftet kishin lëshuar në gjyrë. Gjyrë të kuqe. Wow. Po. Si ishte kjo? Po. I kishte lësë për sa i kishte lënë?
I kisha vënë në ato të nxjerrët që kanë dalë tani tani. Kanë kohë ato, po që i ke gati bam direkt. Kisha vënë orizin dhe sipër kisha vendosur qoftet. Në momentin që e hap, sepse është që e mban edhe ngrohtë, si të nxjerrë, në momentin që unë e hap, qoftet kishin lëshuar në ngjyrë të kuqe. Në gropzat e tyre, po ka qenë piperi. Mos e nxim kaq shumë. Për te shakave, nuk ka qenë piperi. Është e vërtet, ishte qoftja. A thua e kanë ngjyrosur pra? Ngjyrues për t'i dhënë ngjyrë sikur ashtë i freskët si produkt? Kur mishrat, nuk ka mish të kuq, nuk ka. E kemi thënë gjatë maturimit, gjaku i kullon. Pra mishi nuk është me i kuq, çfarëdo që të bëni ju. Pjesët për mishin e grirë, normalisht futen dhe pjesë të tjera të mishit, sepse ajo të vendosi laprën që të ketë akoma dhe mështje. Atëherë ju, jeni në gjendje ta kuptoni, pse lëshon ngjyrë, që të dali sa më i freskët mishi, sikur është i sapo ardhur nga ferma, u vendoset ngjyrë, si te buka dhe kush, mirë ne, kaq. Pra besoni, aty ku ju shkoni vërtet, un kam vendet e mia që shkoj, po, ose marketet e duhura ku unë shkoj. Ja, të gjithë pjesën, unë e kam... Tek peta e tretë, përveç salcës u vendos edhe mishi. Do të shtoj djathin. Është një gatim tamam për këto ditë. Tani do të bëhet palosja, mbështjellja për ta larguar pak djathin që ta kenë të pastër planin. Ndërkohë fura është e ngrohtë. E lë të parën. E mbështollëm. Dhe filloj normalisht dhe me të dytën që t'jem në kohë me të tjera. Pra ju duhen gjithsej 6 pet, 3 për të parën, 3 për të dytën. Kam mbritur një tjetër telefonuese, të shohim dhe të shpresojmë ta dëgjojmë mirë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Kush jeni, nga po na telefononi? Ja kaloni mirë. Në më të mirën e mundshme, thot Albana, kur pyesim si je. Na dëgjoni? Roshi, se na kërnasni. Faleminderit. Presojmë. Po dojmë. Nga Berati jam. Nga Berati. Çfarë gatuani ju në Berat sot? Po. Tani, ne gatuajmë më të ndryshme. Po sot unë ka menduar të bëj një janime fresh. Janime fresh. Shumë mirë e ke menduar. Bëft mirë. Jeni në agjërim? Agjëron ndonjë nga familja juaj ose mbani kreshmë varet nga përkatësia fetare? Jo. Jo. Okej, jaknin me presh. Musliman jemi, po nuk agjërojmë. Jaknin me presh, si e gatuan? Si më Çfarë i shtoni? Qep, ja po u pensione. udhra, salc. Urdhro? Po. Fresh, udhra, salc. Këto, edhim mish. Edhe me mish. Me mish vici, po. Nuk ka gatuar. Në gjë tjetër, mund e tjetësh? Urdhëro? Do një gjë tjetër mund t'i hedhësh? Erzat sigurisht janë pjesë e recetës së jaknisë. Te preshi shumë mirë, te preshi mund të shkoj dhe pak patate e pre në kubik të vegjël, te preshi. Te bishtat e preshit i vendos në vend të qepës, me që janë më të forta, dhe pjesën tjetër e shton më vonë duke e prerë atë në mënyrë diagonale që këmisha e preshit mos të lëviz. Pra, je gjithmonë një kaurdisje të lehtë. Tek salca, unë të sugjeroj që të jetë një salcë koncentruar dhe jo salcë domatesh, sidomos të dimër. Sidomos të dimër. E ke bërë vetë salcën, apo jo? Duket, thashën asëse. Edhe, pa tjetër, të shtosh edhe bimë aromatike, gjë që i shkon shumë. Çfarë do t'i shkoj nëse nuk e nga të gjitha këto? Pa tjetër i shkon rigoni freskët. I kam. Asu ke diskutoj që i ke, se përderisa ke bërë salcën në verës, qelin bimët lullet, Berati 1001 dritare, pa kërko më tepër. Dhe Berati, që nuk mposh as një herë nga turqit. Turqit nuk mund të merrnin do të Beratin. O, Berati që pate fat.
Tani edhe një pyetje të fundit përpara se të ikësh. Nuk e di dëgjove apo jo telefonuesen para jush, e cila shtroi një pyetje që ne realisht duke qenë se trajtojmë tema të tilla her pas here, sigurisht që bëhemi dhe më të ndjeshëm, sidomos kur vin pyetje nga ju. Pyeti nëse kemi besim apo jo te produktet që konsumojmë, konkretisht ishte për produktin e mishit. Ju vet familjarisht, si zgjidhni ushqimet? Sa të shqetësuar jeni për sigurinë? Te njerëzit e tu. Po, ja, jemi të shqetësuar, po ne marrim te njerëzit aty ku ka blegtori, shem në fshat. Ata kanë vicat e tyre, kecat e tyre, shirat e tyre, aty dhe mi marrim. Aty i merrni produktet. Jo, nuk marrim, nuk e përdorim. Ndërsa prodhimet e tjera, perimet, frutat. Po perimet, frutat, tu i zgjedhin tomate të çajën fare, katarreta të çajën fare. Po, sepse nuk është sezoni tyre. Na janë bërë. Me merak dhe të shqetësuar. Nuk është sezoni, po ja ka ndalë kastraveta. Ka ndalë kastraveta spere, thonë apo. Ke kështu ndonjë histori? Keni ndonjë histori si kjo që tregoi Albana? Mirë, të përshëndesim. Faleminderit dhe drejt të mbar. Jo. Ne do të shkëputemi, shifeni pak tani rezultatet, do të shkëputemi për pak për e pritet, nëse për shembull ju keni një problem, që të mund t'i ngjisim pak. A janë tjera këto? Po. Në 3-5 ne mund të kapim urdhëro. Se këto janë më të vogla. Jam nxjerrë 3 për shembull këtu. Vendosim. Këtu. Po. Që mos të ketë mundësin e shkëputjes, pra. Dhe të piqen. Mos harroni, ju duhen vetëm 3-5. Salca, e cila ka edhe aromat e tjera brenda, hudhrën erzat, mishin e grirë dhe djathin. Peta e parë, pa salcë. E dyta me salcë, mish të grirë dhe djath, po ashtu dhe e treta. Bëjmë palosjen dhe e presim. Ka që thjesht ishte. Ndërkohë që Albana i vendos njëra pas tjetrës, ne do të mbushet e gjitha ajo tepsia jonë me këtë formë. Kur të kthehemi pas mesazhit promocional, shpresoj që ta shihni të mbushur tepsin. Rikthehemi shpejt. E përsërisim së bashku dhe një herë recetën e parë për ditën e sotme dhe e tregojmë më pas edhe atë procesin e fundit, hapin e fundit. Pra, përgatitëm rolet të mbushur me mish të grirë dhe djath në furrë. Ju duhet për mbushjen 500 gram mish i grirë, 3 thelpinj hudhër, 1 qep mesatare, 1 lugë çaj piper i zi, 1 lugë çaj krip, 1 lugë çaj spec i kuq pluhur, spec djegës sipas dëshirës, 5 tortilla, djath kaçkavall i grirë, te petë të tortilla tha mund të jenë dhe këto petët e byrekut të pjekura dhe të buta të palosshme, jo të krokantet. Për salcën, 500 gram pure domatesh, 1 lugë gjelle salcë speci e koncentruar, krip piper i zi. Për t'i servirur pas pjekjes, kos edhe i gjallë pishkrir. Dhe rezultati para pjekjes është ky. Mbushja, i vendosni në këmbë derisa të jetë mbushur e gjithë tepsia. Mos e zgjidhni një tepsi të madhe, në mënyrë që të qëndrojnë ngjitur afër me njëra tjetrën. Edhe ato fundet, prapë bëjmë punë se kanë çik mbushje. Nuk na duhen më stikadentët dhe ja përfunduam. Të duhen, do t'i vendosësh përsëri petët. Pse më hesh tek kështu tim? Ska është, duhet të ushtroj forcë dhe tek forca që duke formës, po të dëgjoja, thash, zëri, qysh, mikrofoni. Aman, haltë jemi ullë, e haltë të flasë, as vetë nuk e di unë e shkreta, qa të bëj. Më vrave, kur nuk flasë më vrave, kur flasë.
Kur flasë, sepse unë nuk mund të ri pa folur, sepse nuk mund të ri pa e sqaruar gatimin. Shiko, tani unë këto petet që kam këtu, opa, këtu. Do t'i njomësh me salcë. Gjëja me mirë, pakës vaj, kripa e duhur, edhe çfarë kam unë këtu, pa tjetër që, ja. Do t'i përzihesh, që të ngjyhen petët. E gjithë kjo, do piqet fura e para ngrohur, vetëm këtu nuk e harroj se sa vi vendos direkt furën. Direkt vendos furën. Paraprakisht që kam këtu njëckë, 2, po të dua unë tani, mund t'i vendos edhe. Do i bësh pra një shtrat. Ky është shtrati i duhur dhe, opa, këtu, 2, 3, edhe kjo, në rregull. Ja ta vendosit që këmën tutje këta. Marë, lajduar, shpejt. Gati për pjekje e kemi, se do kaloj më pas të receta tjetër. Përbërësit i keni, do t'i duhet një 30 minutë shpa tjetër për t'u pjekur në temperaturën. E mira, çfarë është e mira? E mira është që të qëndrojnë pak në frigorifer. Opa. Frigorifer për para se të piqet, ë? Po. E marrë me shumë dashuri direkte në furr. Direkte në furr, do t'ju tregojmë rezultatin pas pak. Sepse tani do kalojmë, më thuaj cila recetë. Në recetën tjetër, patatet. Receta e patateve, shohim pak si gatuajmë sot, kemi qenë variante të ndryshme dhe ajo receta me patate me krem qumshti dhe me ajk ishte fantastike, kemi gatuar ditë më përpara, ju e gjeni dhe në kanalin tonë në YouTube për t'i referuar nëse do ta kishit kuriozitetin për ta mësuar. Tani do ta bëjmë një recetë të thjesht me patate, kërpudha dhe me djath. Dhe kjo në furr. 2 patate, 200 gram djath, 200 gram kërpudha, 1 qep e vogël, 1 grusht spinaq, 4 luggjelle krem djathi, 30 ml pana, pak vaj ulliri, krip dhe piper dhe majdanozi freskët, ja afrojmë këtu. Tek zgjedhja e kërpudhave, po ja ulom ju në dorë, ne kemi këto të voclat porcini sot. Edhe këta produktet në tryez. I pra caktosisht shpejt, por doja që të kisha receta të duhura, receta që vërtet vinë në ndihmja dhe fika tjetër që e kërkoja. Fik vënsja, të vendi që di unë, sepse kërkoja si lëm kot, si puna e kalit të lëm, kështu. Do të marr, opa që se gjej dot. Çfarë do duhet? Duhet i presim? Atë presin e bukur, atë fikën e këndshme. Atë me shirita. Po. Me dhëmbëza. Pres. Sepse dije që do t'i kushtoj pak rëndësi në recetat tona edhe anës estetike apo të këndshme të prerjes. Se më tha, më troqi vëmendje. Dhe faktikisht, me vërtet nuk e di pse heshta. O, moj dukane, puna mbarde. Po kompeson heshtjen të. I themi të si me pra. Kompeson heshtjen. Atëherë kam vendosur. Tiganin vendos pak vaj. E dini shumë që kërputat e kanë shumë qef vajin. Po. Vazhdoj të pres me terezin time, me patatet. Po. Do t'i zbutim aty. Do të shtoj avash, edhe t'i japi qik pak më shpejt duarve. Po, se jemi dhe në fund pjesës së parë. Ja. Kur thonë për shembull, a do qaj pak 5 minuta, a të marrë do një tavë të vogël? Po, ja, do t'i kaurtisim dhe unë po e marrë tavë. Po. T'i zbuti pak. Ja. Dhe gatuajmë, besojmë aq sa kishe. Sa kohë që ndrojnë patatet, t'u tregojmë pak zonjave se çfarë. Nuk do t'i kaurdisi aty të vaj. Aty do shtohet qepa ka për shtypjen dhe kërpudhat. Ja, këtu.
Unë i vendos patatet, ndërkohë që të marim pak kone... Jo, duhet të ngrohet vaj, se s'kam qaj bëjmë më shpejt unë. Pa ngrohur vaj, s'kam qaj bëj. Atërek, ne do të kalojmë në publicitet dhe rikthehemi e gatuajmë më pas. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, minutat e fundit, do të përfundojmë recetën e nisur të tavës me patate dhe me kërpudha. Shihni pak të tigani, kemi shtuar aty. Kërpudh, qep, hudhrat, spinaci. Tani i përzijej. Kremin e djathit. Nëse ju nuk keni, mund të vendosni djath bebe, mund të vendosni kos të trash, pana pa tjetër për ta lidhur. Krip. Këtu, normalisht edhe kripën. Erzat. Opa. Tek patatet. Pakës. Piper. Normalisht edhe specin e kuq. Edhe masën kremoze, që është shumë e rëndësishme. Niki pak ujë nga bimët aromatike, para mos u lodhë. Po ja këtu më mirë, se kanë lëshuar ato aromat dhe vlerat e tyre. Shifeni dhe ngjyrën. Arrosh, shumë mirë. Të zgjedhim pak gjethe të freska. Jo, fare. Jo, apo jo dhe aty brenda. Fare, se kam hedhur, e kam me spinaqin e ngrirë, që ishte. Kam të shtresën, ja. Ajo është dhe recet më vete, si që po e përgatit në tiganë. Deri aty kemi një kim. Një kim me kërpudha dhe spinaq. Direkt e marrë dhe e shtroj. Ndërkohë që ti përfundon recetën, unë tholla edhe rolet. Shumë mirë. Kemi këtu në tryez. Ja. Pa tjetër që këtu do të vendosim një letër pjekje. Sepse nuk na duhet që të digjet edhe të thahet shumë spinaqi. Djathi është në formën e kremit. Ashtu do dali. Dhe duke vendosur një letër pjekje, Niki ti e merë këtu. Po shikon, ne po e lëm aty pak, sepse pa tjetër se s'kemi as kohë, për shembull. Do ta pjekim më vete dhe do ta shihni të pjekur në rrjetet tona. Më jep pak. Çfarë kemi aty spec plus gjitha? Specin djegës, fara dhe specin pluhur. Të gjithë shtoja. 1, 2. Vajin. Pra, si që kishim nënvizuar dhe të receta e shkruar, rolet e mbushura do të serviren, do të shërbehen për të shijuar më shumë me këtë salcë të përgatitur me kos, paprika, pra piper të kuq të ëmbël, pak spec djegës, në momentin që janë pjekur mirë për shembull, ne pra një shembull se si do t'i servirni në fund fare. Tu do jetë, mesi do t'jetë vetëm kosi, mesi. Dhe ja, e mbyllëm. Për shembull, si ju duhet. E kapin, duhet të kulloj pak. E marrin, e ngjyen dhe krrp. Edhe konsumojnë, sepse nuk janë dhe kafshatëzat mëdhaja, janë kështu si individuale aty në mes. Janë gatime të kësaj feste të dyja bashkë. Okej. Edhe pak tavën tjetër regjia, dhe ne me këtë pamje të tryezës së sotme, ju urojmë të keni kaluar mirë këtë orë të parë të Rezedielli për t'ju mirë pritur në pjesën tjetër në Bima dhe Shëndeti. Të lumshim duar që jemi nesër së bashku, unë ju pres pas pak. Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti. Jemi me doktor Ylli Merian në rubrikën tonë të përjafshme. Mirë se erdhët, doktor. Përshëndetje, mirë se i gjejmë, sigurisht kënaqësia është dhe e jona.
të cilin do të aftojmë edhe për të bërë pyetjet në lidhje me shqetësime të ndryshme, problematika, pasiguria, apo kuriozitete që lidhen pikërisht me produktet, prodhimet e natyrës. Dhe shpesh kur flasim në studiot tona edhe në përditshmëri kur flasim për vajin e ullirit si një nga vajrat e jashtëzakonshëm për vlerat që ka, harrojmë që natyra na ka ofruar dhe vajrat të tjerë po aq me fuqi të jashtëzakonshme që janë neglizhuar, nënvlerësuar ose ndoshta për shkak të mos informacionit të duhur, të cilat janë si një ilaç për organizmin ton. Sot konkretisht do të ndalemi tek vaji i farave të kungullit, një produkt i errët, siç mund ta shihni në produktet që kemi këtu të sapo prodhuara dhe një video që e kemi pak më vonë për të treguar publikut se si prodhohet vaji i farave të kungullit. Shumë aromatik i pasur me shumë elementë ushqyes dhe përdore prej kohësh në mjekësinë popullore. Po alternative, po sidomos këto 30 vitet e fundit kanë marrë një përpjesim më të madh përdorimet e këtyre vajrave bimore, që të gjitha farat e ndryshme kanë vaj. Vajra bimore, të cilat, ashtu siç e përmendet edhe ju për vajin e ullirit, që janë ushqime të mrekullueshme për organizmin. Si thua, i plotësojnë ato mangësi ose nevoja që organizmi i ka për të siguruar jetëgjatësinë e tij. Bukur. Tani, të ndalemi tek vaji i farave të kungullit. Çfarë e bën kaq ushqyes, kaq të veçantë vajin e farave të kungullit? Cilat janë ato elementet aktiv për cilat duhet të jemi të informuar në mënyrë që të marrim edhe ne përfitimet e shikojmë origjinën e tij, nga vjen. Pra është vaji i farave të kungullit. Si formohen ato? Duhet që një farë vogël, që qëndron si e heshtur kur ne e mbajmë në dorë, por kur bie në tokë dhe sigurohen kushtet e saj, atëherë kjo na jep një jetë të re, një bim të re, e cila zhvillon një kërcell të gjatë dhe bën fruta të mëdhaja. Dhe për të formuar këto fruta, për të pjekur, atëherë i duhet pothuajse një verë e tërë, që do të thotë këto fara, bashkë edhe me atë tulin e kungullit, me vërtet që e kanë diellin brenda. Por janë të harmonizuara shumë mirë edhe me atë lagështirën e tokës, me ato mikroelemente që merr nga toka, dhe ato çka farat e kungullit depozitojnë në brendësi të tyre, që është me të vërtet një univers i tërë të mbështjella me një cip të gjelbër të lehtë, që është klorofili. Atëherë, çfarë ndodhe në brendësi, le të themi, të këtyre farave? Çfarë marrim neve? Veç kësaj që ai tuli është i mrekullueshëm dhe është, si të thuash, vjen nga një verë nxehtë e deri në vjeshtën e freskët. Dhe frutat e tij të mëdhaja jetojnë gjatë gjithë dimrit. Pra është një ushqim i ngrohtë për dimrin. Po pse? Se përgatiten ato byrek të gjitha, po, dhe ka kalori të mira, po. Por le ta le të fokusohemi tek farat. Atëherë, vet emri latin i saj cucurbita pepo do të thotë një bimë solanore që ikën kështu me kërcell të gjatë në tokë, ku futet edhe shalqini, trangull e tjera. Ka në brendësi të tyre këto farat, të cilat po t'i marrim dhe t'i analizojmë në 100 gram fara, afërsisht neve marrim disa mikroelement që nuk i sigurojmë nga tjerat. Ne kemi proteina, si tek mishi, 20, 25 deri në 30 gram në 100 gram fara. Marrim afërsisht 20, 25 deri në 50% vaj. Pra sa më shëndetshme të jetë kjo farë, aq më shumë vajra do të na japi. Atëherë, krahas këtyre, kur thoni më i shëndetshme, e dallojmë tek tani po patjetër, po. Ka fara të cilat janë tamam si elips dhe të mbushura mirë. Ka disa që janë si petashuqe të holla, ato janë me shumë pak vaj. Ndërsa ajo shija e ajo aroma e saj është që, shiko, në fillim kjo të jep një si ngrohje të gjuhës, dhe kur i shtypin farat, ne vëzhgojmë se si në organizmin e njeriut, ajo e lëm brapa një pjesë të freskët, një aromë të butë, po, dhe një pjesë të freskët, e cila, si thua, bartë në vetvete, ato ditët e bukura të vjeshtës dhe ngjyrën e errët të mbrëmjes që ne shikojmë tek shisha, por që ngjyra në kuptimin, ajo ngjyra e errët na tregon që aty në brendësi
të këtij vaji ndodhet Kur kemi ngjyrë erdhi, apo e kthej pak nga ana tjetër që të tregohet. Po, tamam. Shiko, ky është vaji i kungullit. Prania e fitosteroleve, e acideve oleike dhe e këtij klorofilit, e kësaj cipës së gjelbër, bëjnë këtë gjë që i japin atij një ngjyrë të errët. Duhet t'ua theksojmë njerëzve që për ta ruajtur këtë ngjyrë, ne duhet ta mbajmë në shishe të errta. Përveç këtyre, kjo përmban edhe tokoferolin, atë vitaminën E. Pra, e theksuam betosterolet, këto acidet yndyrore të pangopura, tokoferolet, klorofili, janë të pranishme këtu. Dhe çfarë mund të na ndodhi? Në prani të rrezeve të diellit, këto acidet yndyrore vazhdojnë që të shpërbëhen. Ky tokoferoli ose vitamina E që ndodhet edhe tek ky vaj i kungullit, edhe tek vaji i ullirit, tek shumë e radhë, vazhdojnë që të harxhohen, të kompensohen për të mbrojtur ato zinxhirët që të mos këputen, sepse do të na dalin këto radikale të lira pastaj, vargje të lira në vaj, që do të thotë, nga një vaj që është antioksidant, ai është oksiduar për veten e vet. E këtë gjë e bën rrezatimi ultraviolet dhe prania e oksigjenit. Ne e mbajmë në shishe të errta dhe e mbajmë të mbyllur. Dhe jetë gjatësinë pastaj e kemi të pa diskutuar afërsisht 2 vite. 2 vite. Pra, kur hapet, është rëndësishme të vendoset në frigorifer? Jo, nuk është e nevojshme, sepse ne përmendëm që ky e ka mjafton pra në një vend të errët, ka të acidin linoleik edhe oleik, që si thuash omega 6 dhe omega 3 që japin këtij veti antioksidative dhe e mbron vetveten ai. Nëse e lëm në diell, atëherë ky fillon që të shkatërrohet. Shkatërrohet, oksidohet. Tani, përpara se të kalojmë tek prodhimi, sa fara duhen për të bërë x mililitra litra vaj dhe vlerat që marrim ne gjatë konsumimit, meqense ky vaj vjen prodhohet nga këto fara që kanë këtë klorofilin, që kanë gjithë elementet e tjerë. Klorofili është kjo e gjelbra që duket mbi të. Një cipe holl që rrethon. Nëse ne konsumojmë çdo ditë një grusht të vogël me fara kungulli, çfarë përfitojmë? Shiko, ne marrim afërsisht nga këto, marrim këto proteina që unë përmenda, marrim këtë vajin me acide yndyrore, marrim pak skualen. Çfarë është kjo? Kur e shohim atë vajin e ullirit, atë ekstra vergjine, ajo të jep një djegje të lehtë në fyt. Pra, ky është një triterpen yndyror i cili gjendet edhe tek vaji i kungullit, edhe na jep atë shijen pak si të hidhur. Por ky skualeni në organizëm së bashku me acidin stearik i japin lëkurës, i japin një butësi, një elasticitet dhe nuk e lën që të krijojnë rrudha, sepse është antiplakjes. E kuptua? Se mund të ketë shumë interes kjo pjesa, edhe vitamina E për patjetër. Pra, me vërtet mund të merret dhe të përdoret edhe për lyerjen e fytyrës edhe të flokëve, sepse frenon, si thuash, zbardhjen edhe plakjen e tyre. Atëherë, përmendëm dhe këto acidet yndyrore që ndodhen edhe tek fara dhe që kur shtrydhet ky në presim të ftohtë, kalojnë edhe tek vaji në mënyrë të padiskutuar. Por kemi dhe këtë vitaminën E që ne e përmendëm, kjo ndodhet tek fara dhe kalon tek fruti dhe çfarë nuk kalon te vaji, meqense të gjitha ato që përmendni janë edhe te fara e te vaji. Nuk kalon, për shembull, ky ka magnez dhe zink, të cilat kur përpunohen për vajin, nuk kalojnë? Kalojnë ose janë tek ajo pulpa, por që nuk ndodhen tek vaji. E për çfarë na hyn në punëve këto? Se po themi hajmë, unë po marr vajin dhe bolli kam. Proteinat, këto mineralet, që magnezi është afërsisht në 100 gram, është 500 mg magnez. Është si thuash, neve po të marrim 2 lugë gjelle me fara kungulli, sigurojmë afërsisht 30-40% të dozës së magnezit. Magnezi ditor. Ditor. Për shembull, femrat mund ta kenë nevojë 300, 310, 320 mg, ndërsa meshkujt mund ta kenë 400, 420 mg. Dhe sa përthithet pastaj në... Dhe
përthithet kjo në organizëm, po, pa tjetër, po. Se të gjithë vrapojmë tek suplementi, doktor, për të zëndësuar magnezin në organizëm, sepse është diçka më e kollajtur, kur ndërkohë kemi këto fara të cilat na sigurojnë magnezin ditor. Po, që nuk e jep magnezin vetëm si një komponent kimik. Magnez, ajo që është, por e jep të lidhur, të bashkëshoqëruar, edhe me këto që unë përmenda. Po përmban edhe pak fosfor, po edhe pak hekur, e pak kalcium, e kështu me radhë. Është më e lehtësisht e përthithshme magnezi për i farave se për një suplementi? Pa tjetër. Se dilema më e madhe e suplementeve që marrim është sa përthithen në organizëm. Le të mbetemi këtu. Pra, në qoftë se ne duam që të kemi muskuj të fort dhe të shëndetshëm, atëhere përdorim këto farat e kungullit, ose pulpën e kungullit, ose vajin e kungullit. Sepse, kjo ka edhe një veçori tjetër, ndihmon për shembull testosteronin tek meshkujt që të mbahet në nivele të larta. Që po do të vemi poshtë dhe do të shpjegojmë pse kjo me vërtet ka një funksion, një veçori që, si thua, na e ul atë pjesën e zmadhimit të prostatës. Le të jetë kjo edhe beninje, por e frenon rritjen e saj, ul edhe atë të urinimin e shpesht natës, e frenon atë, sepse të gjithë këto mikroelement, gjithë këto antioksidant, shkojnë te pjesa fundore e vezikës, ku është prostata, dhe si thua i japin një relaksim këtyre muskujve dhe i bën që ata të hapen lirshëm. Dhe kur ato hapen lirshëm, urina rrjedh lirshëm, nuk mbetet më urinë reziduale dhe gjithçka është e qetë. Pastaj ky person që mund të çojë 4-5 herë, fillon që të ndjejë atë uljen, rënjen pak e nga pak, nga 5 në 4, në 3, në 2, deri në 1 herë që mund të çohet natën. Dhe e bën gjumin të rehatshëm. Po, ndërsa tek hormonet e balanca hormonale tek femrat? Po, çfarë ndikimi ka? Vaj dhe fara të dyja. Sigurisht, në këto raste ne më shumë duhet të përdorim farat. Po. Ato fitokimikatet që ndodhen tek fara. Pra, kimikate natyrale. Fitosterolet që ndodhen këtu, bëjnë që ajo ura lidhse tek femrat midis dy brigjeve hormonal, se ndodh me të vërtet një transformim rrënjësor tek femra, kur ajo është nga një gjendje pjellorie në një gjendje do të kalojë në menopauzë. Ndryshon me vërtet edhe struktura e saj, ose bëhet nervoze, ose ndryshon jeta, dinamika e kështu me radhë. Farat e kungullit, po ndryshon hormoni progesteroni e kështu me radhë, atëre, kjo na bën të mundur këtë gjë, që ky ndryshim të jetë shumë herë më i lehtë, pa atë e gërsinë në shumë femra, të cilat bëhen shumë nervoze, ulin atë pragun e nxehtësisë trupore, pra ato afshet nuk janë aq të nxehta e kështu me radhë. Prandaj është thënë kështu që farat e kungullit ose vaji i kungullit është si një urë ndërlidhse midis dy ndryshimeve hormonale që këto transformime të bëhen shumë lehtësisht. Qartë. Doktor, kur blejmë fara në treg, gjithmonë kemi atë dyshimin, a janë mira, mos kanë këto alfatoksina, apo siç ndodh në paketime të ndryshme ambalazhime dhe duhet jemi të sigurt. Si duhet jetë një farë kungulli mire trajtuar, mire mbajtur? Atëherë, le të themi, kjo që është një farë e qëruar, pa atë cipën. Se unë shikoj që ka një aromë tamam të butë, të aromës kungullit, por në disa raste të tjera të vjen ajo si aromë e hidhur ose ka një aromë ndryshe nga farat e tjera. Nëse do të na lër atë shijen e hidhur në gojë. Nëse edhe kur ne ka përcejmë këtë prap na vjen ndonjë si avull nga goja, jo me atë shijen e mirë të vajrave esenciale, kështu vajrave bimor që ndodhen tek kjo, atëherë duhet të na shkojë mendja që shiko me vërtet këto fara mundet që të kenë edhe suplemente ushqimore, le të themi, mund të kenë edhe kështu kimikate të shtuara. Ndërsa kur ne konsumojmë këtë dhe organizmi ndihet i qetë, duhet mendojmë që shtesat tek këto fara
janë shumë të pakta. Shtesat në të tjera bëhet për ta zgjatur për të shtuar rendimentin, për të marrë më shumë fara, për të marrë më shumë vaj, ndoshta tek fara, tek shumë e radhë. Po kjo është një farë austriake. Ne kemi qenë edhe bashkë kur ne mbollëm atë parcelën aty në Lushnjë, të cilat ato ishte një frut afërsisht le të themi 6-7 kg dhe brenda ishte e mbushur me fara. Po konsumimi me gjithë lëvozhgën është i dëmshëm? Po kjo është një hibrid. Jo pjesa e brendshme. Ajo është e fortë, është si celuloza ajo. Po i posin, i pjekin dhe i konsumojnë? Po t'i qërojnë, po. Duke i qëruar. Se kam parë që i hanë kështu si që janë, ose i bluajnë edhe përdorin atë pluhurin. Atere, le të themi kështu. Do ham ato fara, do e ndotim ambientin. Kjo mendojnë është hibride. Hibride do me thënë e kryuar që në frutin e kungullit ato cipat të treten, ato mbështjeljen. Dhe fara del kështu e qëruar si që është. Atere, kur piqen humbasin vlerat? Kur piqen humbasin pak vlerat, por merr një shije pak më të fortë, po më të theksuar, po pikërisht, pra këtë e bëjnë ato fitosterole të cilat ulen pak në sasi, po shtohet ajo vlera e përqendrimit nga skualeni që ndodhet aty në brendësi të saj. Vlera e përqendrimit e substancave aktive. Për të kaluar tek vaji, ne kemi disa momente të cilat janë filmuar vetëm sot, vetëm për të treguar sot në orët e para të mëngjesit, vetëm për të treguar se si prodhohet. Dhe unë të falenderoj doktor për angazhimin, se si prodhohet vaji farave të kungullit. Nëse kemi një material, ne mund ta ndjekim tani dhe e komentojmë me doktorin këtu në studio. Pra, farat vendosen të kjo makineria, mund da e komentosh, doktor, se si është procesi? Hinka, aty procesi është kështu, presim, pra ato farat, futen në një hink kështu me spirale, e cila i ngjesh ato shumë, dhe farat e shtrydhura në njërin krah, na japin, le të themi, atë si mbetje, që ajo është shumë e shëndetshme që mund të përdoret për pulat, dhe është një ushqim shumë i shëndetshëm, pasi marrin këto mikroelementet që kalojnë tek ajo kova e bardhë, ndërsa aty në brendësi, në krahun tjetër, bien të gjitha ato që ne përmendëm, pra duke përfshirë që tek fitosterolet, acidet yndyrore, skualeni, pra nuk është thjesht një vaj, janë të gjithë këto elemente, substanca që janë të gjithë këto mikroelementet. Është sa fara duhen për të prodhuar 1 kilogram vaj? është një raport? Po, është një raport. Shiko, ne përmendëm që tham ka 20-25% proteina dhe 20 deri në 50% acide yndyrore, që do të thotë, duhet të na duhen afërsisht 2 deri në 2.5 kilogram fara për të marrë 1 kilogram vaj të kungullit. Dhe në këtë 1 kilogram vaj të kungullit, që e ka peshën specifike afërsisht nga 910 deri në 920 gram, ku 1 gram proteina ka 9 kalori, neve marrim nga kjo 1 litër, mund të themi, nga 8200 deri në 8300 e 400 kilokalori. Ja, se si është procesi i mbetjeve, ajo që shkëput tani është mbetja, pasi përpunimi, si shkopin, po, ato mund të përdoren shumë mirë, si ushqim për pulat. Po, dhe jo vetëm edhe për bimët, ndoshta për tokën, që ka në borë. Po, ne themi që t'japim pulës se të në marrin vezën. Po, dhe bimët nuk janë ashtë parëndësishme. Fruta, perimet që mblidhen. Ose mund të bëhet me këto bërësit e ndryshme dhe t'ju jepet lopëve, e cila ndihmon me vërtet në shtimin e qumshtit. Mund të provojmë një nga vajrat e kungullit për të testuar pak shijen edhe çfarë arome lë ajo, cilën mund të hapë? Sepse ju keni prodhuar edhe... Dash është ajo, për shembull, shiko, ai vaj deli turbullt, atje del bashkë me këtë pulpën, ajo pulpa precipiton, por ajo është fiks ngjyra e errët e vajit. Ndërkohë, ajo precipitimi i pulpës... Po, ajo, vazhdon, kështu, po. Është sërish një mënyrë shumë e mirë për ta përdorur tek një Facebook, për shembull, është një ide që më erdhi tani në moment. Biles në Kosovë i thonë gjalpi i kungullit. Gjalpi i kungullit, gjalpi sepse mund të shpërndahet shumë mirë tek feta e bukës, pak mjalt mbi të dhe është e mjaftueshme. Po.
më vjen një aromë delikate dhe aromë si arra. Po, afron me ato, sepse ne përmendëm kështu ajo përzierja e këtyre acideve yndyrore, e përmban edhe ata acidin linoleik, oleik, që i afrohen asaj shije, për shembull, pra omega-3, shi 6, tokoferoli, që është po. Ti ndjesin arave të pjekura, ka një shije të ëmbël, delikate, ndihet ajo në fund fare, një freski, po, e jep këtë efekt në shisën e të shijuarit. Cila është doza e përdorimit? Si duhet ta përdorim? Doza e përdorimit është afërsisht. Në qoftë se do të marrim qëllimin që do ta përdorim. Pra, nga kjo do të udhëhiqemi në përdorimin e saj. Në rastin e prostatës, meqense e kemi të lidhur shumë vajin e farave të kungullit. Shiko tash. Në rastin e prostatës, ne kemi një përbërës të fitosterolit që është beta-sitosteroli, i cili kryen me të vërtet një mrekulli në organizmin e njeriut. Sidomos pas moshës 50 vjeç, fillon që testosteroni të ulet dhe enzimat të marrin dhe ta kthejnë këtë testosteron në dihidrotestosteron, i cili nxit zhvillimin e qelizave të prostatës dhe në përgjithësi ndikon në rënien e flokëve në pjesën e sipërme. Që është karakteristike tek meshkujt. Tek meshkujt, po. Pra, tregon që testosteroni tashmë tek këta njerëz ka filluar të bjeri. Po kush është mekanizmi? Pra duhet paraprakisht, para se të bjerë, meshkujt duhet kujdesen që mos arrin tek pjesa e... Po, tashi, kush është mekanizmi? Këtu tashin, në këtë vaj, ndodhet, ne përmendëm këtë ndodhen këto fitosterolet edhe në veçanti beta-sitosteroli. Çfarë bën ky? Ky ka në brendësi të këtyre farave ose të atij vajit një enzim që është 5-alfa reduktaza. Kjo enzim, çfarë bën? Frenon, si thuash, degradimin ose uljen e testosteronit dhe shndërimin e tij në dihidrotestosteron. Pra, 5-alfa reduktaza, që është enzim, kryen me të vërtet atë funksionin mbrojtës të prostatës. Pra, nëse kemi një edem të saj, një zmadhim, kjo fillon që të më realizoj rrudhosjen e parë. Qartë. Pra, ky është ai mekanizmi mbrojtës. Por, le të themi tek këto acidet yndyrore që ndodhen, atëherë, shiko çfarë mrekullie bëjnë tjetër këto kampesteroli dhe sitosteroli dhe sigmasteroli. Janë 3 përbërës që ndodhen në vajin e ullirit, kur futet ky në pjesën e zorëve intestinale, ky pakson përthithjen e yndyrnave dhe ndikon drejt për së drejti në uljen e kolesterolit të keq dhe rritjen e kolesterolit të mirë. Pra ja dhe një veçori tjetër e këtyre të tjera veçori do t'i themi pas publicitetit, se dua që të marrë edhe telefonatat e shikuesve, rikthehemi shpejt. Mishë, rikëthyet tani është momenti juaj dhe për të na telefonuar në numrin që të shfaqet në ekran për pyetje që keni për doktor Ylli, ndërkohë lam tek përdorimi i farave dhe i vajit në luftën ndaj parazitëve. Po, për parazitët, kjo ka një lëndë aktive, kukurbitacina, e cila është toksike për parazitët dhe ju paralizon sistemin nervor. E shoqëruar me muslin që ka edhe fara kungulli brenda, ajo ndihmon që parazitët të shqiten nga mukoza dhe të dalin jashtë. 1 deri në 2 lugë gjelle në ditë fara kungulli, ose 1 lugë supe me vajin e farës së kungullit në ditë. Se duke të kanë qenë duke na pritur shikuesit për të se duaj që t'i lë hapësirë. Përshëndetje, mirë se erdhët, ju dëgjojmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kisha të bëj një pyetje doktorit në lidhur me agjërimin. Tani unë se jam shumë në peshë, jam nën peshë, po e mbaj. Në pjesën, në momenti kur unë dua ta qel, kam një dhimbje më madhe nga mbrapa mesi, poshtë brinde. Është shqetësuese, por do të them që ka të bëjë me kolitin. Kur është mbrapa mesit më shumë, nëse keni kështu djegje urine, duhet jemi... Jo, djegje urine nuk kam. Nuk kam. Vetëm që më mban që kështu mbrapa, pjesa mbrapa, ansoret.
Po muskujt ju dhëmbin në të dy anët e brinjve? Po pjesërisht. Atëhere, duhet të jemi tek ndonjë spondeliatroz. Nuk ma do Me cervikale jam në fakt. Është vetëm nga kjo. Po, ju bën shumë mirë ai vaj reumer, ose po morët për shembull që të kombinoni ndonjë vaj ulliri me ndonjë vaj esencial, për shembull ndonjë dafin ose mersin, ose atë vajin e recinit, që e përmendëm dhe në pushim, vajin e kastorit. Po, vajin reumere këtë mrekullueshëm. Po. Doktor, agjërimi, në qoftë se unë kam parazit, më dëmton, mund të eliminoj apo si... Edhe në agjërim, edhe në jetën normale, parazitët sigurisht janë mysafir të pa dëshiruar, marrin nga organizmi mikroelemente ushqyes. Atëhere, aq më keq kur njeriu agjëron dhe merr vetëm 2 vakte gjatë ditës. Kjo duhet të ketë që të 2 vakte të shëndetshme, të plota me mbi 1000 kalori secilin. Secilin vakt. Faleminderit zonjë për telefonatën. Të tjera telefonata i mirëpresim, duke qenë se dhe minutazhi vrapon. Përshëndetje, mirë se erdhët, ju dëgjojmë direkt në studio. Po, me doktorin doja të flisja. Po, bëni pyetjen tuaj. Kam burrin me broshit kronik. Po. Ka sekrecione? Ka. I ka gjë me ngjyrë ato? Dhe me ngjyrë dhe pa ngjyrë. Po, vështirësi në frymarrje ka? I ka gjë me ngjyrë ato? Ju lutem të na dëgjoni nga telefoni, se vjen me vonesë zëri më pas. Po, ka shumë. Natën djersitet? A djersitet natën? Po. Atëre, ne ju japim një këshill, ose të përdorim lulen e thundërmushkës, gjethen e mëllagës që janë gjithandej të pranishme në vendin tonë, lulja e aguliçes që tash është duke çelur, ose marrim atë çajin bronkomer, pim 3 gota në ditë, propolisin me rigon dhe përgatisim një përgatitje në shtëpi, duke marrë kocka këmbësh, 2 kocka këmbësh, i zjejmë në 3 litra ujë aftësisht 2-3 orë. E marrim këtë lëngun, e lëm që të ftohet, hiqja të pjesën e sipërme të yndyrës dhe mund ta përdorni shumë mirë për lyrjen e fytyrës. Ndërsa atë lëngun çdo mëngjes zotëria do të pi 1 gotë me lëng të ngrohtë, duke i hedhur 1 të verdh veze ose të gjithë vezën ashtu siç është, ta rrajmë, ta bëjmë si portokolladë dhe ta pi. Kjo do të ndihmojë fuqishëm rigjenerimin e mushkrive. Para se të flej, le t'i pi dhe 10 pika propolis, dosha dhe 2 pika vajdafinet e hunda, dhe frenohet pa diskutime dhe djersitja natën. Faleminderit doktor. Tjetër telefonat, si ishte ajo lyrja e fytyrës me atë yndyrën e kockave sipër? Marrim një lugë çaj me lëngun me yndyrën e kockave, lyejmë fytyrën, është një antirrudh i mrekullueshëm. Super. Detaj. Përshëndetje zotëri, mirë se erdhët, pyetja juaj. E mirëpresim. Do e bëj një takim me doktori, nuk e di që orari ka. Po, mund vini kur të doni. Takimi ishte restoran Durrësi? Klinika Yllimerja, po. Gjeni shumë kollaj në hartë, kështu që është në Google, po. E thjesht për të... Dua të konsultoja me doktorin, prandaj. Po, patjetër, kur të na thoni nga reporti, do t'ju bëjmë një... Sigurisht, mund ta përmendi që keni telefonuar. Faleminderit, tjetër telefonat, jemi në minutat e fundit. I mirëpresim radhën e telefonuesve. Përshëndetje. Përshëndetje, që këtë numër këtu të Rezedielli, desha të këllë me me doktorin. Po, jemi drejt për së drejti në studio, mund ta bëni pyetjen tuaj. Po, kam probleme me sinusët në blokimin e këtyre të sekrecionë në pjesën e sipërme të ballit. Me çfarë mund të ndihmoj doktorin? Po, dhimbje koke keni? Ka dhimbje të lehta. Dhimbje të lehta, atëherë, mund të jemi tek një inflamacion i këtyre sinuseve, ndoshta këtu nazale, atëherë të hunda, domethënë çfarë mund të bëjmë? Një avull me gjethe dafine, për shembull në gjys litër ujë, hedhim 5-6 gjethe dafine, 5-6 gjethe ekualipsi, pasi ka një esencë ekualiptolin që na bën shumë mirë, edhe një lugë gjelle me rigon. Qëndroni mbi këtë avullin 30-32 cm larg sipërfaqes së çajit
dhe marrim nga ky ujë afërsisht avull 10-12 minuta. Do t'ju bëj jashtëzakonisht mirë. Krahas kësaj mund të përdorim mbas avullit 2 pika vaj dafinet e hunda. Faleminderit, doktor. Tjetër të interesuar? Përshëndetje, direkt në studio vjen zëri juaj. Telefonata, bëni pyetjen tuaj. Zilja Bie, përshëndetje. Ju dëgjojmë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Pyetja juaj, zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Unë kam kurrizin e këmbës, kur vesh atletat dhe iki, më dhem këmba. Po, ajo pjesa e sipër me e shputës së këmbës. Po sigurisht edhe nga poshtë është plot me gjaku. Po, lart. A, bravo. Te gropa e këmbës lart, ajo kurrizi. Po, që ti bëjmë një lehtësim dhe një përmirësim të qarkullimit të gjakut, është mirë ta masazhojmë me ndonjë vaj bimor ose me ndonjë krem, ndoshta edhe atë vajin reumer që unë e përmenda, masazhohet mirë deri këtu tek talusi ose tek kyçi i këmbës, që i themi neve, dhe bëjmë masazh 5-6 minuta në pjesën e sipërme, 5-6 pjesën e poshtme. Pastaj bëjmë lëvizje rrotulluese të këmbës, edhe kështu nga e majta në të djathtë, edhe nga e djathta në të majtë, në të kundërt. Kjo do të qetësoj shumë mirë situatën, sepse përmirësojmë qarkullimin e gjakut. Çaj mund të pish gjethe ulliri, lulen e murrizit, mund të përdorim ndonjë limon, ndonjë çaj të gjelbër e kështu me radhë, për të përmirësuar qarkullimin e gjakut, ose dhe boronicën. Telefonata e fundit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju dëgjojmë? Mund të komunikoj me... Mund, patjetër, po bëjmë pyetjen tuaj. Po, ju dëgjojmë. Doktori. Po. Të lutem, doktor, unë duhet të komunikoj nga afër me juve kur mundem kështu në Çorë. Çfarë të thot doktori në Çorë? Me emrin reporti dhe në Çorë është i do t'ju hapet koha e bisedës e vizitës me njëherë. Në çdo moment të ditës. Faleminderit për telefonatën, ndjes telefonuesve që nuk arritëm të komunikonim, do kemi herë të tjera mundësi, ndërkohë pyetjet tuaja patjetër, nëse keni një shqetësim, mund t'i adresoni në rrjetin social në Instagramin e doktor Ylli, stafi do të kujdeset për përgjigjen ndaj jush. Faleminderit doktor, ditë të mbarë. Ishte kënaqësi edhe jona që komunikuam me qytetarët. Kemi presim të në ardhshme, ndërkohë shihemi nesër me Rezi Dielli.